shkolla ndryshon rrënjësisht. Shembulli i miqve nga Emiratet, të cilët shumë bujarisht na e vun dispozicion këtë teknologji që është një teknologji e natyrës strategjike. Është një shembull kuptim plot. Qysh se ky sistem ka hyrë në shkolla, jo vetëm që kanë rënë në mënyrë drastike krimet e çfarëdo natyre, por mendoheni pak, kanë rënë në mënyrë drastike mungesat në shkollë. Po jo vetëm kanë rënë në mënyrë drastike mungesat në shkollë, po kanë rënë në mënyrë drastike kopjet në shkollë. Po jo vetëm kanë rënë në mënyrë drastike kopjet në shkollë, por kanë rënë në mënyrë drastike shfaqjet e kthimit klasës në një kënd lodrash. Sepse i gjithë sistemi është një sistem që funksionon për mësuesin, funksionon për prindin, funksionon dhe për shkollën dhe padyshim për Ministrinë e Arsimit. Dhe në momentin kur Policia e Shtetit ka nevojë të bëj një verifikim të çfarëdo natyre, e ka të gjithë të regjistruar. Ashtu si kundër në sekondën kur një person i dyshuar i afrohet derës shkollës, apo kur persona të padëshiruar vinë vërdall shkollës për të tregtuar lëndë narkotike, punojësit e policisë e shohin këtë në kohë reale. Elementet e kriminalitetit rrugës, që janë elementë të skeduar nga Policia e Shtetit, e kanë të pamundur të shkojnë ku të duan e të bëjnë çfarë të duan, nëse duan të shkojnë për të bërë keq dhe nëse duan të bëjnë keq, sepse janë nën syt e policisë gjatë gjithë kohës. Natyrisht që kjo është një sfidë menaxhimi, pa diskutim. Natyrisht që unë e kam kuptuar shumë mirë dhe mesazhin e një pjese të atyre që duhet ta kishin çuar përpara këtë projekt, pa humbur kohën që kemi humbur, sepse është normale që një pjesë në Policinë e Shtetit të mos e dojë këtë projekt, se ky projekt do bëj të mundur që shumë nga ato gjëra që sot e gjithë ditën janë shqetësim për drejtuesit e policisë, janë shqetësim për ne dhe bëhen shqetësim për qytetarët, të bëhen të pamundura. Do jetë pamundur që një makinë policie të përdoret për punë personale.